Mirë se veni dhe faleminderit që jeni sot me neve këtu për të nda çmimin për demokraci për vitin 2024. Një ngjarje tashmë që është kthyer në një moment tepër të rëndësishëm për gjithë ata që besojnë në fuqinë e aktivizmit qytetar dhe qytetarëve, ndryshimit përmes qytetarëve. Ky çmim është më shumë se sa një vlerësim simbolik. Ai është një përpjekje për të promovuar iniciativat e shoqërisë civile, që në shikim të parë duken të vështira e të pamunduna, po që vetëm me guxim të madh dhe vetmohim arrin të bëhen realitet e në disa raste të shndrohen edhe në frymëzim për të tjerë. Iniciativa që dëshmojnë se ndryshimi është i mundur kur mbështetet nga komuniteti e kur iniciativa vjen prej qytetarëve. Në vitet e kaluara kemi pas rastin që këtë çmim ta ndajmë për nisma të ndryshme të shoqërisë civile, të cilat janë angazhuar në fusha të ndryshme për grupe të ndryshme, po të gjitha në vetvete i kanë pas së paku dy karakteristika të përbashkëta. Njëra prej tyre është krijimi i hapësirave për qytetar, hapësira fizike të qasshme, ajo që në të gjitha komunat e Kosovës na mungon aq shumë. Dhe dyta, fuqizimi në atyre që më shumti kanë nevojë, grupeve të marginalizuar të shoqënisë tonë. Për të pas demokracisë duhet japim kuptim me veprimet tona. E demokracia ka kuptim vetëm atëherë kur e njeh privilegjin, e pranon pabarazinë dhe kufizimet që sistemi na jep dhe kufizimet sistemike që janë në shoqërinë tonë, si dhe angazhohemi e veprojmë për t'i kaluar ato. Ajo merr kuptim kur fuqizon ata që nuk kanë zë, kur mbron të pambrojturit dhe kujdeset që përfshirja të mos jetë vetëm procedurale, por të jetë kuptim plotë e mirëfillt. Pra demokracia nuk është pasive, ajo kërkon guxim, përkushtim e veprim të vazhdueshëm. Ajo ndërtohet çdo ditë, e mbrohet me këmbgulje, shtyhet përpara nga ata që besojnë në të, e sidomos në kohë kur është vështirë me u besue, në kohë kur është vështirë me u angazhue. Sot, më tepër se asnjëherë më parë, në një kohë të mbushur me përçarje, me tensione, me një diskurs edhe toksik, roli i shoqërisë civile është jetik për të mbajtur gjallë frymën e demokracisë dhe për të ofruar shpresë reale për një ardhmë të drejtë, dinjitoze dhe njerëzore. Në anën tjetër duhet me pranuar edhe realitetin. Shoqëria civile jo rrallë herë bëhet target i kritikave e shënjesër kurdo që në komunitetet tona ndodh ndonjë fatkeqësi apo diçka nuk funksionon. Herë akuzohet se nuk po bën mjaftueshëm, herë akuzohet se po hesht. E ne, ndër të tjera edhe përmes këtij çmimi, synojmë që t'japim mesazh të fortë dhe një jehonë publike për aktivizmin qytetar e nisma të shumta që janë anë mban Kosovës, edhe për skeptik të shoqërisë civile. Në shoqërinë civile ka punë të palodhur, ka angazhim të sinqert. Ka iniciativa të shoqërisë civile që prekin jetën e qytetarëve më thellë e më kuptimshëm se çfarëdo vendimi e çfarëdo politike që mund të mirret në nivel lokal e qendror. Këto janë veprime që nuk kërkojnë pushtet, por vullnet. Nuk synojnë protagonizëm, por ndryshim, nuk bëjnë përçarje, por bashkim. Dhe mbi të gjitha frymëzojnë. Le të jetë kjo ceremoni sot edhe një thirrje e qartë për veprim dhe angazhim të përbashkët. Sepse të gjithë ne këtu, si qytetar, përfaqësues të institucioneve, donator, kemi një rol dhe përgjegjësi. Të mbështesim këto iniciativa, të fuqizojmë zërin e tyre dhe të qëndrojmë krah atyre që çdo ditë punojnë për një shoqëri më drejtë, më gjithëpërfshirëse dhe më demokratike. Sepse vetëm përmes angazhimit qytetar dhe pluralizmit të ideve dhe veprimeve, demokracia mbijeton, forcohet, thellohet dhe bëhet kuptim plot. Faleminderit shumë. Great pleasure to be in Ferizaj today, a very warm day. Dear respected Executive Director of Kosovo Civil Society Foundation, Dan Buka, representatives of the Swiss Embassy, institutions, the Ferizaj municipality, colleagues from different organizations, friends, and not least the citizens of Ferizaj. I'm honored to be here today during today's award ceremony. As we all know, democracy cannot be taken for granted.
but there are always a certain number of individuals who can make this happen. As the winner of the Democracy Award 2024, soon to be announced. As previous speaker Dren said, civil society is a strong pillar in today's society. It's a strong driver to have progress in society. We need to have this collaboration between the civil society, the public sector, and the business sector. Let me mention two areas of importance within civil society. The first one is about the inclusiveness of people who have limitations in their lives due to different kinds of disabilities. Persons who are disabled by the various barriers that exist in society, physical, social, communicational, political, or alike, need to be heard in different fora. How can we, for instance, make sure that persons with disability can participate in the labor market? In Kosovo, the employment rate for persons with disabilities is quite low. Only about 15% with disabilities are employed. In Sweden, that figure is 67. So 15 here and 67 in Sweden. It might be an unfair comparison, but that's something to strive for at least. When it comes to schools, in Kosovo, you have around 10 to 15% of children with disabilities participating in the educational system. That is a much too low figure. I also wanted to start with saying how great it is to be back in Ferisaj, but Ambassador said it already. Still, it's always interesting to drive into the city to see what is new, and I very much like being here. I wish I could spend a little bit more time. But for the time being, it is a great honor to be with you, marking the Democracy Award as a moment to recognize not just an individual for outstanding actions, but also the values that are the foundation of democratic life everywhere, such as participation, courage, inclusion, and justice. This is also a moment to remind us that civic activism is a cornerstone of a healthy democracy. It is through engaged citizens and active civil society that we protect fundamental freedoms, promote social inclusion, and ensure that no one is left behind. Switzerland's engagement in Kosovo spans over 2.5 decades, starting from humanitarian support during the late 90s. And today's Swiss Development Cooperation Program with Kosovo encompasses areas of democratic governance, economic development, climate change, water, and health. Therein, democratic governance and peace is a key programmatic component. This goes in line with our general conviction that there can be no stability, no prosperity or well-being without democracy and without an active participation of all people in the shaping of the society they inhabit. To this end, we are strongly committed in supporting citizens' activism. Our partnership with Kosovo Civil Society, KCSF, through the Engagement for Joint Action, EYA program, is such an example. Together with Sweden, we have supported the creation of this pooled fund. EYA trusts, actually, local civil society to determine its own priorities and ways to meaningfully engage citizens in the shaping of public affairs. Our trust in local actors is based on our belief that those closest to the problems are also those closest to the solutions. Tani kemi arritur tek momenti I veçantë, ai ndarjes së çmimit për demokraci për vitin 2024. Nisma që vlerësohet sot është të jetë e veçantë, unike për nga funksioni dhe mënyra se si është jetësuar. Në vitin 2024, Zotëria Enver Kosumi, një prej figurave më të përkushtuara të shoqërisë civile në Kosovë, I cili prej më shumë se 2 dekadash është angazhuar për të drejtat
dhe përmirësimin e jetës së personave me aftësi të kufizuara, ishte forca kryesore shtytëse për themelimin e qendrës së parë për qëndrim ditor për persona me aftësi të kufizuara në Ferizaj. Një arritje kjo historike për komunën dhe një shembull frymëzimi për të gjithë vendin. Ai arriti të mobilizojë me sukses institucionet publike, qytetarët, diasporën, bizneset lokale, duke siguruar mbështetjen financiare dhe morale për ndërtimin e kësaj qendre. Andaj kam kënaqësinë të ftoj në skenë zotrin Enver Kosumi për të pranuar këtë çmim. Çmimi për demokraci që kemi marrë sot nuk është vetëm një trofe apo një njohje formale. Ky është një çmim që flet për një rrugtim të gjatë të mbushur me sfida, sakrifica dhe ëndra të mëdha. Ai mbon brenda vetës zërin e çdo fëmije dhe të rrituri me aftësi të kufizuar që ka gjetur përkrahje në qendrën tonë, shpresën e çdo prindri që më në fund ndihet i përfshirë dhe përkushtimi pa lekundër të çdo anëtarit të stafit që çdo ditë punon me zemër të hapur.